Përplasjet mes opozitës dhe pushtetit kanë vazhduar me ritëm të njëjtë, ku tema përsëri ka qenë gjyqësori. Nga Partia Opozitare Shqiptare BDI deklarojnë se raporti Komisionit Evropian 2025, klasteri 1, tregon se mashënia Veriut ka dështim në sundimin e ligjit dhe mungesë financimi për gjyqësorin e prokurorinë. Nënkryetari Arber Ademi, për dallim nga kryeministri Christian Miskovski, tha se BDI kërkon harmonizimin e menjëhershëm të buxhetit të gjyqësorit dhe të prokurorisë publike me vlerësime të KES, duke ngjitur financimin në nivelin e përcaktuar me ligj. Pra me ligj, po e përsëris edhe njerë. Së paku, 0,8% bruto prodhimit vendor duhet të planifikohet dhe të ndahet për gjyqësorin. Dhe së paku, 0,4% buxhetit duhet të ndahet për prokurorin. Gjendja reale është si vjen. Për momentin si është 0,3% për gjyqësorin prej bruto prodhimit vendor, 0,2%, domethënë 100% më pak për prokurorin nga buxheti i shtetit. Ademi tha se ligji është i qartë, ndërsa sipas tij, Miskovski në këtë rast tregon se nuk e respekton ligjin. Pikë së pari çka thot ligji. Duhet të ndalemi se çka thot ligji. Ligji thot së paku, jo deri në, po së paku 0,8% e bruto prodhimit vendor të ndahet për financimin e gjyqësorit. Dhe gjyqësori dhe prokuroria, shtesë nga kjo që them, duhet të kenë pavarësi financiare ashtu siç e ka Kuvendi i Republikës Maqedonisë, pavarësinë financiare. E nëse kryeministri thot unë këtë nuk e bëj, ai publikisht po thot unë e shkeli ligjin. Me dy këmbë. Sa ashtu thot ligji. Kujtojmë se të njëjtën kryeministri Miskovski tha se nuk sheh arsye për të rritur buxhetin për gjyqësorin, duke theksuar se mashënia Veriut si shtet ndan nga buxheti fonde për sistemin gjyqësor më shumë se 75% e vendeve anëtare të BE-s.